Së dyti kemi patjetër faktorin rus dhe kines në Ballkan që kërkon të ndalë investimet amerikane, duke përdorur patjetër dhe protestat të këtij lloji. Së treti, aty në atë protestë ke pasur element të Iranit dhe të fundamentalizmit islamik në përgjithësi. Së katërti, patjetër që faktori serb dhe maqedon ka një levërditë të drejtë për drejtë që në Shqipëri të ketë destabilitet në mënyrë që vëmendja e shqiptarëve ë, të mos jetë tek protestat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për të drejta, po të jetë këtu brenda. Së pesti patjetër që ka një çarje midis zotit Rama dhe zotit Soros, fondacionit të zotit Soros, pra George Soros dhe Alex Soros, që sigurisht në Shqipëri ka shumë ndikim dhe jo më kot ke shumë organizata OJF-ra me paratë e Sorosit që protestojnë atje. ë Së gjashti patjetër që mund të flasim edhe për një konflikt të zotit Rama me zotin Kurti, një luftë të ftohtë që ne kemi parë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoninë e Veriut, me përplasjen midis BDI-s dhe Vlenit, dhe tani e shohim edhe këtu sepse flitet që ka shumë individ që janë operativ politik të zotit Kurti, ose kanë qenë operativ të politik të zotit Kurti në një kohë kur zoti Kurti kërkoi të hapë një parti politike në Shqipëri dhe nuk ja doli dot. Dhe e fundit fare pastaj në aspektin gjeopolitik patjetër që ka një përplasje të fortë midis zotit Rama dhe Bashkimit Evropian. Kështu që po të shohim në kompleksitetin e vet të gjitha arsyet gjeopolitike, patjetër që ka shumë vend për të dyshuar. Dhe aspekti i tretë pastaj që unë përmenda në atë analizën time, mënyra si duhet parë, ka të bëjë me konturimin politik të protestës. Kjo protestë çfarë po prodhon? Pra po prodhon ide të reja, kulturore, politike, sociale, po prodhon një mënyrë të re të parit të Shqipërisë, apo po riciklon të vjetrën. Për shembull, që nga fakti që protestat janë quajtur revolucioni i flamengove, pra fjala revolucion në vetveten e vet të sjell në mendje diçka të vjetër, diçka arkaike, sepse në përgjithësi forcat reaksionare gjithmonë kanë ardhur në pushtet me revolucione përpara se të kryenin krime, të bënin terrore, të bënin shpronësime në masë etj etj. Nga ana tjetër, kemi parë skena jo të mira, pra goditja djega sulmi dhe komisariatet e policisë, ajo skena me Arkivol, skena tjetër e papranueshme e thyrjes së xhamit të një makine policie apo dhe goditja me gure policëve, parrulla si Rama në burg, Berisha në burg, që janë çështje të prokurorive, jo të njerëzve, pra gjykata popullore në mënyrë të hapur, etj etj. Pra ka një konturim shumë reaksionar, shumë revolucionar që unë mendoj nuk është i shëndetshëm për një demokraci, dhe mbetet të thuhet edhe gjëra tjetër pastaj që po prap shkon për të thënë atë që unë tash në fillim, që lë shumë dyshime kjo protestë, sepse janë bashkuar ca grupe aty që nuk kanë kurfar lidhje me njëra tjetrën. Pra aty ti ke marksist, ke po themi nacionalist, ke ku diun pagan, ke islamist, ke liberal, ke konservator, ka këto fundamentalistët e klimës etj etj. Pra ke lloje ke sovranist, ke lloje nga më të ndryshme të njerëzve që kursesi nuk mund bëhen dot bashk. Sepse po ti se ti do kishe një grup të ngjashëm njerëzish aty që kërkojnë disa reforma konkrete politike, patjetër që këshilla që mund t'i jepet atij grupi është ju formoni një parti politike dhe me këtë parti politike mposhteni pushtetin. Kurse këtu nuk ka kokë gjëja, sepse grupet që janë mbledhur me njëra tjetrën, që janë bërë bashk, nuk kanë kurfar lidhje. Dhe jo më kot, unë kam folur edhe me njerëz që janë atje që protestojnë, që më kanë thënë që në protest ka 7-8 grupe të cilat po zihen me njëra tjetër kush do marri drejtimin e protestës. Dhe fakti që këto grupe pa pritur pa kujtuar u bën bashk një ditë për të protestuar, kjo është lë shumë vend për dyshime, sepse këtu bashkë nuk janë bërë njerëzit asnjëherë. Tani u gjetën u bën për Zvërlecin. Pra ka diçka që mban erë aty, jo për të thënë që protesta nuk është gjë e mirë, bën mirë që bëhet, njerëzit kanë drejtën e tyre të shprehin atë dufin e tyre politik. Arsyeja për protestuar ka patjetër, sepse korrupsioni i kësaj qeverie ka arritur majat, pra nuk po mban më, por në rast se kjo qeveri është e korruptuar dhe ti
do ta rrëzosh, demokracia ka mekanizmin, është vota. Kryo parti politike, bëu gati për 27-ën, bëu gati për 29-ën dhe mposhte. Prallat me qeveri teknike, me qeveri tranzitore, 12 mujore etj, përveç se janë gjëra të provuara dhe të dështuara në Shqipëri, e fusin Shqipërinë, dhe gjëja fundit që dua të them se di që do kalosh ke pyetja tjetër, por e fusin Shqipërinë në një qorsokak jo të mirë politik, sepse Shqipëria është shumë pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Është e dyta mbas Malit të Zi për të do Mali i Zi do bëhet pjesë së shpejti, por Shqipëria është mbas Malit të Zi. Ka hapur të gjitha kapitujt e negociatave, gati. Ka marrë notën pozitive në IBAR, Interim Benchmark Assessment Report, që është nota që Bashkimi Evropian i jep gjitha vendeve që kanë hapur negociatat. Kjo pastaj lejon nisjen e mbylljes së 6 grup kapitujve dhe 33 kapitujve, që pastaj çon ke traktatet e derimit, që pastaj çon ke antarësimi i Shqipërisë në BE. Pra, një qeveri tranzitore, edhe ato pak reforma që janë bërë, i zhbën. Dhe qeveria tranzitore 12 mujore, këtu unë e kam thënë dhe një shkrim tim, po e them prapë dhe në podcastin tënd, që do mbushet me njerëz të cilët nuk do të jenë administrat. Do mbushet me hamallist partish, me militant partish, me hamallist OJF-sh, me njerëz të cilët domethënë kërkojnë një punë për një vit. Nuk i duhet kjo Shqipërisë. Shqipërisë i duhet stabilitet që të futet në BE. Dhe në rast se ti nuk bie dakord me zotin Rama, siç nuk bie as unë dakord me zotin Rama, patjetër që poshte me vot. Këto janë mekanizmat që ofron demokracia. Ka shumë grupe që ju i thatë që janë pjesë të një fije që nuk dihet se nga vinë, duke qenë se ka shumë aktor që janë të interesuar që kjo protestë të vijojë. Por teksa shikon folësit, ata që kanë zaptuar mikrofone, se mund të quajmë kështu, çfarë të vjen në mendje? Mendojnë që ata e kanë të sinqert thirrjen që bëjnë këtë rezistencë, apo thjesht janë këto aktorë që po tentojnë të bëjnë diçka të keqe për Shqipërinë? Është e rëndësishme të thuhet që shumica dërmuese e njerëzve që kanë dalë atje janë njerëz që dalin për arsyet e tyre. Pra nuk është se, unë nuk po them që ata janë të paguar dhe prandaj dalin, patjetër që aty ka dhe njerëz të stisur. Kjo nuk diskutohet. Edhe shpallit non grata të një individi në fjalë që ishte lidhur me Iranin, apo edhe deklaratat nga një tjetër personazhi publik dhe mediatik që del dhe mbron Iranin në për studio, dhe sigurisht mori dhe mikrofonin për të si thua paraqitur kërkesat e protestuesve. Patjetër që ato janë atje, por ne nuk po themi që shumica e protestuesve janë agent apo janë të paguar. Mendoj që shumica e protestuesve kanë frustrime gjenuine, të vërteta, por kanë frustrime të cilat shikohen në mënyrën e gabuar, nuk shikohen në mënyrën e dur. Sepse e para herë në Shqipëri nuk është se ka probleme vetëm me korrupsionin që buron nga politika. Në Shqipëri ka probleme me shumë gjëra që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me korrupsionin, që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me politikën. Pra në Shqipëri për shembull njerëzit parkojnë mbi trotuar. Në Shqipëri për shembull njerëzit parkojnë mbi rër.